A ka ndonjë hormon që po ma bllokon shtatzanin? Vesh na i kena stigmatizu gratë për diçka që realisht nuk kanë faj, që është shumë e shpesht. Absolutikisht mundet me pas çrregullime hormonale dhe në 70-80% rasteve janë pikërisht çrregullimet hormonale arsyeja kryesore. Prandaj duhet të vetëdijsohemi ne si popull e jo ti themi kru që ti nuk je e aftë ose që është më keq që marr ditë ndarja. Ka disa hormone, tash është koha e informimit, ti mundesh me dëgju shpesh hormonet e tiroides, hormona e prolaktina, për shembull rritja e prolaktinës e ul dëshirën seksuale të femrave, edhe kemi pa në klinik shumë raste që vinë edhe vajza të reja që kanë çrregullime, sidomos kjo po përmend edhe çrregullimet ciklit, mundet me kon për shembull edhe nga ngritja e testosteronit, që të vezorët policistike për shembull që mundet mi shkaktu, shikojmë a ka peshë, a ka diçka, e në bazë të analizave hormonale ne mujmë kuptu dhe tashti është edhe ana tjetër, nëse vetë se i ka gjitha analizat në rregull, ka ndodhur shumë raste, kam edhe të raste të shoqënia jeme, të afërmit e mi që janë mundu, kanë shku të doktor, gjithçka u konë në rregull, nuk kanë gjithë zgjidhje, mirë po në momentit kur kanë thonë, ok, tashmo nuk du me mendu për këtë gjë, bashkë në atë moment kam betë shtatzon, do më thonë që është edhe psiqike luajnë rol të rëndësishëm, sepse sa herë që ti e mendon këto je në një stres vazhdueshëm, kur ti je në stres vazhdueshëm, ti e ki atë murin që e krijon, murin për mbijetesë e jo për riprodhim në këtë raste. Prandaj duhet me pas parasysh mi marr gjitha komponent, sidomos kur është çështja të familjet, sepse unë mendoj që gjëja ma kulminante në një martesë është fëmia.